Përshëndetje, sot do bëjmë byrek me petë të vlera. Ja goca si e baron byrekur mbrëm. Kam prerë petët, kështu rrota, të gjitha me radhë. Unë kam përdorur 2 pako me petë të tilla. Një për poshtë, i kam hapur pastaj kështu fije. Nuk e olla video mbrëm se në ajo që preva dhe i kishtin dhe kisha mdhimi dhe nuk kisha durim. Edhe kështu vazhdoj me radhë, i kam hapur mirë që mos të rrinin të bashkuara me njëra tjetrën, si që shikoni. Edhe këtu i shtrojmë, unë i kam bërë një letër furri tepsis që byreku mos të ngjiste. Po nëse ju nuk keni dëshirë, mos i vini letër furri. Besoj mirë do bëhet dhe pa letrën e furrit, se do t'i ithni vaj, ndi shtroni vaj tepsisë edhe. Po nuk ka shumë nevoj për vaj se ti përdor gjalpin brenda tek qumshi e të gjitha dhe e merr atë lyrën e vet. Ja disa nuk ishin hapur mirë dhe kështu vazhdoj me radhë. Tu i kam hedhur qumshin me gjalp. I kam hedhur gjysmën, se gjysmën e përdor për pjesën lart pastaj. Unë kësa radhe preferova ta bëja në këtë mënyrë, ma doni të drejtën kishte dalë me gjithmonë super. Provova një copë të vogël mbrëm dhe ishte shumë i shishëm. Nuk dalloheshin fare petët që ishin të blera, edhe ja. Tani do t'i shtojmë kos, gjizë edhe djath i kam hedhur unë këtu brenda. Unë nuk e di kësa radhe kisha marrë gjizë dhije, po ishte më pëlqeu jashtë mase se kishte pak atë thartirën. Imagjinoni kur ishim të vogla që nëna tona ke parasysh bënin atë gjizën e kosit në nap. Nuk e di, që e haprim kështu lartëmi bukë, pastaj atë shije kishte. Më pëlqeu jashtë mase. Mora 2 nga ato kutitë e vogla e thash do ta provoj, po ishte super. Edhe byreku në të vërtet doli me gjithmonë shumë i mirë. Kjo është baza në mes që unë olla. Dhe tani do gri petët e tjera. Ja si i kam ngrirë prap dhe pakon tjetër. Edhe tani do të shtrojmë dhe këtoja. Lartë të gjitha. Dhe kështu vazhdojmë me procedurën derisa ti sistemojmë ashtu siç duhen. Ngjajnë sikur janë kaçurela. Tu i kishim edhe dhe qumshin e gjitha, kujtoja se kamera ishte ndezur për s'ka gjë. Dhe po e sistemoj pak me luk. Edhe ja byreku jon i mrençëm. Sado që po më dhimbte gishti, po prapë unë ato lojat e mia nuk ja si kishte dalë dhe nga poshtë. E shikoni? Super. Unë lojat e mia nuk i le. Tu po e pres, se Eliana me zi po priste. Ajo kur unë i bëj byrek nuk e di, i pëlqen jashtë mase. Ishte akoma i nxehtë. Eko nuk ishte prerë mirë, ashtu siç duhet. Edhe ja si na doli. Të diqte duar do goca. E shikoni? Super. Ky ishte byreku jon. Ciao.